Familja Haradinaj e Glogjanit të Deçanit shquhet për angazhime sakrificë jashtëzakonshme gjatë luftës për liri e çlirim kombëtar. Shtëpia e Hilmi Haradinajt ishte ndër bazat më të hershme dhe më të forta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rrafshin e Dugagjinit. Pothuaj të gjithë anëtarët e kësaj familje ishin përfshirë në rezistencën armatosur kundër forcave pushtuese serbe. Ajo Kosovës i dha 4 gjeneral dhe 2 dëshmor të kombit. Ndër figurat qendrore të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rrafshin e Dugagjinit, padyshim ishte Shkëlzen Haradinaj. Shkëlzeni u lind më 25 mars të vitit 1970. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e mbaroi në Irzniç të Deçanit. Ai u rrit dhe u edukua në frymën patriotike, duke qenë për herë i gatshëm për të dhënë më të shtrenjtën jetën për lirinë e popullit tonë. Kur flasim për Shkëlzen Haradinajin, asnjëherë nuk mund të anashkalojmë edhe kontributin komplet të familjes Haradinaj, të filluar qysh nga Luan Haradinaj, i cili ishte vrarë qysh në maj të vitit 1997, pastaj te Daud Haradinaj, i kyçur po atëherë qysh me fillimet e organizimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po ashtu te Ramosh Haradinaj, të gjithë vëllezërve dhe familjes Haradinaj, duke filluar që nga Bacalmi, duke filluar pastaj duke vazhduar edhe si familje komplet, do të thotë nuk mund të anashkalosh asnjëherë edhe kontributin komplet të kësaj familje, po edhe nga kontributi komplet i kësaj familjes asnjëherë nuk mund ta shkputësh Shkëlzenin. Shkëlzen Haradinaj kam patur rastin ta njoh qysh në fillimin e vitit 1997, pra pikërisht në Jablanic, kur kam shkuar që të ndihmoj njësitë operative të Dugagjinit në strukturimin më të ri për fazat e reja që pritet në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe për vazhdimin e shtrirjes së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës përkatësisht zonës operative të Dugagjinit. Atje kam qenë bashkë me dëshmorin komandant Muj Krasniqin, kur kam takuar Shkëlzen Haradinajin, Daud Haradinajin dhe shumë bashkëtar tjerë, në mesin e tyre edhe Naser Ibrahimin, edhe Lahi Ibrahimin, do të thotë pikërisht në shtëpinë e Lahi Ibrahimit. Dhe atje kam parë e kam piketuar Shkëlzenin si një ndër luftëtarët më të mirë dhe si një ndër ato figura nga të cilat ushtria çlirimtare e Kosovës do të pritte shumë. Dalja haptas e UÇK-s, sulmi 24 marsit në familjen, ku Shkëlzeni ishte ndoshta roli kyç atë ditë që të bëhet një luftë edhe në orët e mbrëmjes të kryhet lufta me sukses plot. Zhvillimi i UÇK-s ose shtimi masovik i numrit njerëzve, i vullnetarëve të ri, ka qenë ideologu i zhvillimeve tona në vijat e frontit, ka qenë pjesëmarrës i përhershëm në vijat e frontit. Unë kam njohur Shkëlzenin pas rrëmjes dëshmorit të kombit, Luan Haradinaj. Kam shku për ngushëllime bashkë me një grup shokësh. Atëherë kam personalisht kam njohur me ta. Me disa herë tjera jemi taku me ta, domethënë në 97-ën kur kam shku për Shqipëri bashkë me Daudin, një grup shokësh tjerë, domethënë për armatim. Ai na ka përcjell deri dikon te disa fshatra, domethënë afër Deçanit. Dhe kështu jemi takuar disa herë në Jablanic, ka qenë disa herë edhe në Dreniz, domethënë rreth organizimet para kur i kemi pasur atë kohë dhe ta jam kalon shumë mbresa, kom pasur shumë përshtypjen kalon për arsye se ta e kom vrejt bullërin, krenarin, trimërin, guximin, domethënë që jo vetëm të ai, po të gjithë edhe të vllazët e tij, po të tëra e familje kom vrejt diçka madhështore të ta, domethënë për shlirimin e Kosovës të gjithë kanë kontribuar, po në veçanërisht kur flasim për Shkëlzenin, ai ka qenë një ndër luftëtarët më të guximshëm në rajonin e Dugagjinit. Shkëlzen Haradinaj është veçuar për shumë karakteristika, po sidomos sinonim i Shkëlzen Haradinajit është figura e një luftëtari komplet. Megjithatë, Shkëlzen Haradinaj kishte rastin që Ushtria Çlirimtare e Kosovës të dilte në krah ose të bëhej pjesë integrale e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës apo zonës operative të Dugagjinit, menjëherë duke u kyçur në aksione dhe njëkohësisht duke ndihmuar edhe shtrihen organizative të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Me Shkëlzenin jam njoft qysh në 98-ën, ka qenë legalitet.
kështu që filloi lufta Drenic, Glogjan, mas ne jemi dal haptas ne në fshatin Smulic dhe ka ardhur më njëherë për më mobilizu dhe me i bo do pika do të që ishin ma të rëndësishme dhe aty ka nejt një afër 10 ditë. Kem shku për armatim kufi kom qenë me ta, edhe ka ardhur për Glogjan, edhe ka qenë njëri do të thotë shumë i mirë për gjithë, jo vetëm për mua si shok që isha bashkëluftari i tij, po edhe për tjerë, për ushtar dhe për civil, për gjithë atë rajon. Shkëlzeni Haradinaj qenë ato që është quajtur ngritje e luftës, inicimi i luftës, ka marrë pjesë në vazhdimësi në furnizimin me teknikë luftarake edhe me Luanin, me Gazmendin, me Agronin, pastaj me gjithë djemë tjerë që kanë ardhur nga Drenica. Ka qenë luftar i Zotit, por edhe shumë i dashur dhe shumë punëtor. U ka shumë për më u fol për Shkëlzenin e për shok ti. Po një kujtim e di si matronin për mu, kur natë të tetën diku ka puni majt, ishtu u zhvillu një betejë e madhe këtu në Baballaqa për Suke, edhe i sharë një top që u dashke më shkua i top edhe me hinë përdorim atje, edhe përdojnë mu nisë me Naser Morinën e Glarevs, edhe me shumë ushtare luftarë tjerë, edhe po më thot plaka e qu, thash po mirë. Thash Shkëlzen, e kom pa një anër dyqysh, që mund bëhet me të ndohë diçka, hajtë për plak më së merë me anër edhe shkun. Po mas një gjysora, po një ore, ndëgjova se Shkëlzeni është plagos rëndë, pej Suke kishin gjujt. Mas do kohë e di që kemi lutë me shku për shërim në Shqipni, edhe nuk ka pranu, thuja se i pa shërum të aman ju ka bashku shokve prap. Edhe, po gjithë me ndajke me smejlon, shokët vetën edhe luftën edhe. Për arsye sa ish njeri që organizoj ke gjithë shka për luftën. A ju plagu edhe 4 herë tjera, shumë herë shumë ranë, në prita dhe në luftime, me gjithë vështërsitë shëndetësore që kesh, sa herë që kemi provu që ta dërgojmë Shqipëri ose ta dërgojmë dikund për shërim, edhe për kontroll edhe për kujdesje mjekësore, ai thoshte se unë do të dal vetëm kur shirohet Kosova. Domthon kur shirohet Kosova, do të kujdesna për vete. Prej shtatorit deri në prill, ne zgjerum territoret e lira, u përforcum, murem ma shumë teknik luftarake, kemi cekë edhe ma herët në mbështetjet toni dhe miqe dhe shumë luftar nga Drenica duke përfshirë disa njësit muj Krasniqit, Kapuqit. Shkëlzeni me bashkëluftëtarët e tij krahas pjesëmarrjes në shumë betejë frontale nga Baballoqi, Ratishti e deri në Deçan e Burim, gjatë luftës ju këndonin trimave. Shpirtit e çlirimtarët dhe luftarakët e Shkëlzen Haradinajt, patjetër i bashkangjitë edhe shpirti i artistit dhe kujtimet janë të shumta, po ashtu si luftëtar, po ashtu edhe pi shpirtit të artistit, kur kam pasur rastin të ndëgjoj duke kënduar bashkë me Muj Krasniqin, me këngët folklorike, me këngët e trimërisë, që rrjedhimisht jo vetëm që krijonin atmosferë dhe situata të mira prej bashkëluftëtarëve dhe bashkëshokësh, po ashtu edhe shpirti i luftëtarëve të shqiptarëve të Kosovës i jepte një impuls më shumë dhe një kënaqëri më tepër. Ka qenë një djalë që ka dashur këngën, edhe në çdo promë mas një betejë ai ka kënuar me bashkëluftëtarët e tij, edhe nuk e ka pas asnjëherë dilemën çka do të ndodhë me neve. Domthonë ai ka qenë i bindur, edhe bindja e tij ka qenë se na do ta fitojmë luftën. Në Ruka me nipat
Shqipdonin e Luanin dhe bashkëshortën e Shkëlzenit Syzanën, me xhelozi ruajnë kujtimin e kohës së luftës të krenarisë kombëtare, kur Shkëlzeni me bashkëluftëtarët e tij sakrifikonin për të ardhmen e Kosovës. Kur vike Luani si bisedojshin bashkë, qështu si vike i Luolën, të një kur del kemi përcijel, po do kemi përcijel Shkëlzeni gjithë, dhe këte i në rëzë, kufinit edhe u këthejke. Kur vike të një qashtu folshin bashkë, i kalzojke disa fjallë si bisedojshin bashkë, edhe si vrite me qështu të ke për mua, di thuj njën të mështë kane, asë mështë mërziti kosh fare. Të një dhe kur vra Luani, mas pojmë ka kalzu Shkëlzeni. Unë thash kuku për mu shem pas ka gjithë. Tha jo, tha më zbën kuku. Tha se në këtë vra, thash dhe vërtet, si delë si vra Luani, tha ne do të vritem tonë. Tha se për vend të unë, këja kem njësa dhe do të qojmë të adejnë fund, do të vritem gjithë. Të një mas fjallë si, unë e një vetën krenjarët. Do të fituem të këtë gjithë të këtë kemë me fitua, se jem në rrugë drejt. Shkëlzeni ka qenë shumë i gëzuar, si u bashkan gjithë shumë krejt popli Kosovës. Dhe ka qenë i gëzuar për atë luftë dhe o kanë edhe unë ndihem kënjarë për ata. Bashkëshortja e Shkëlzenit Syzana kujdeset dhe i rrit me krenari i fëmijët Shqipdonin dhe Luanin. Luani ka lindur mun vrullin e luftës për liri. Kur më ka lind Luani, o kanë shumë i gëzuar, se tha edhe një vrafsha për mu më s'keni kush dertë, më si për la dy djemë. Ka qenë shumë i lumtur atëherë. Pas ofanzive së forcave sërbe ndaj njësiteve të ushtërisë lirimtare të Kosovës në gushte shtator të vitit 1998, komanda e zonës operative të Rafshit të Dugagjinit u detyrua të vendoset nga Gloggjani në Shqiponjë, ish Jabllanic të Dushkajës. Edhe këtu u imponua organizimi i ri i formacioneve të UÇK-s, me që rast Shkëlzen Haradinaj u emrua zëvendës komandanti zonës për operacione luftarake. Edhe këtij obligimi ai ju përkushtua me përgjegjësi të madhe. Këtu ku kemi qenë vendosur, forcat serbe ishin gjithkund rreth nesh, edhe në atë kodën që shifet për balë, pra ne kishim një hapësirë shumë vogël dhe lindi nevoja riorganizimit. Ne kemi qëndru deri në prill të vitit 99, në prill vitit 99 janë zhvillu luftime tash pra këtë rreth, pra luftime trup me trup. Dhe ne jemi detyruar që të zhvendosemi bashkë me të plagosurit, një pjesë e jona kemi kalu në këtë anë, që shkon drejt bregu Drinit dhe Anadrinis, ndërsa Shkëlzeni me bashkëluftar tjerë është vendos në këtë rreth dhe është vendos në rrethinat e Istogut të Vrellës, ku atje kanë marrë pjesë në luftime, që atje ka ndodhur ofenziva e menjëhershme. Shkëlzeni me një bashkë mirë që të kohën e funit, me Dautin, ka i ka qut plagosnit për rrajnë, është me që për mazizme, për bjeshkë me qitë në Shqipnia, ka i kanë qurë divizion. Unë ka qenë? Në prill. 99. Po në prill 99. Se 5-6.000 populatin kanë 5.000 tërvice, 3.000 kanë pa punë, pe kamosi, mo pepe, fush pese. E keni kujdes me mbrojt populata, dhe ju mës bënis adin iniciator për me dhe luftën. O ka një bindje vishë fitore, kur e nuk ka shumë menje në humje, vishë fitore. Nga bashkëluftëtarët e komandant Shkëlzenit siguruam një audio kaset, ku dëgjohet shumë qartë zëri i tij dhe i dëshmorit Elez Ram Gecit, burim Mustafës e Maxhun Berishës, si dhe luftëtarëve Ali Gecit, Bujar Haradinajt dhe pjesëmarrësve të tjerë në betejën e njohur që zhvillua në mars 1999 përgjatë aksit rrugor Pozhar Lumbardh, ku forcat sërbe patën pësuar humbje të mëdha. Bashkëluftëtarët përkujtojnë edhe disa momente me rëndësi gjatë luftës, të cilat fuqizojnë në figurën e Shkëlzen Haradinajt si pris e strateg ushtarak. Detyra ma e zërshme për atë kohë që e ka marrë nga komandanti i zonës, evakuimi mbi 40 plagosurve nga Dushkaja, komunës Gjakovës, deri në Istog, konkretisht në fshatin Kaliqan. Ka qenë një rrugë jashtëzakonisht e gjatë, e mundimshme në propozicionet e armikut për çdo ditë, hasja në disa prita ku edhe ka luftu, si për shembull në fshatin Ozdrim, është dashur me luftu drejt për drejt me forcat serbe.
edhe ty pas kujdes gjithmonë që i plagosin i mos mbetet aty edhe të reket, po në dom tjetër. Unë kisha mu nis për Rugov, me të plagosit isha maj rani, kështu ka pesha, po edhe i plagosun mas rani. Dhe ardhme më përshëndet bashkë me Dautin, kështu që ma ka thonë një fjallë, ka qenë dita mram që e kom pa, thaj Smet Ahmeti, nëse shirohesh, tha mos në harra. Komanda dhe njësitet e ushtërisë lirimtare të Kosovës të zonës së Dugagjinit një periudhë kanë vepruar në rajonin që përfshin fshatrat Maznik, Dashinoc, Zhebel, Buçan, Lugi, Duboçaku të Bardaniqit. Me gjithë dëbimet masive të popullatës civile nga forcat sërbe, këtu kishte mbet edhe një pjesë grave pleqve dhe fëmijëve. Prandaj, komandant Shkelzeni me ushtarët e brigadës 131 Jusuf Gërvalla u bën mburoje gjallë për të penguar planet sërbe për masakrat të reja. Po marrë vesh se forcat serbe kanë filluar lëvizjet në drejtim të kësaj kodre, por me qëllim jo për të na sulmu në pozicionet tona luftarake, por për të rrethuar lugën e Duboçakës, ku ishin vendosur popullata civile e gjithë këtyre fshatrave. Pra kishte nga gjitha këto fshatra që nuk kishin lëviz për këtu, nuk kishin shku Shqipëria apo Gjeteu, dhe këta ishin vendosur këtu. Dhe këtu kishte gra, fëmijë edhe njerëz më shumë. Atëherë unë e kam thirr Shkelzenin, edhe e kam pyetur se a mundet ai, a ka në një njësi të gatshme, me ardhë dhe me ndërprej këtë lëvizje të forcave serbe në drejtim të Duboçakës, në drejtim të familjeve atje. Shkelzeni ka thonë, tha se jemi shumë keq, tha po për fat tha i kam tha disa, ka qenë një njësi komando e brigades 131 Jusuf Gërvalla, e cila ishte prezent, dikun 8 vetash ka qenë kjo njësi, dhe ai me këtë njësi ka ardhur i pari. Ka qenë 16 prilli i vitit 1999, kemi qenë me qëndrim në butaja në malet mes të Buçanit dhe Maznikut. Ka qenë një njësi i cila është urdhëruar për komandantin Shkelzen Haradinaj, që të vëzhgojë terrenin në rajonin ku ka qenë me qëndrim popullata civile në malet të Duboçakut. Gjatë udhëtimit, njësia e cila ka qenë për vëzhgim ka hasë në forcat serbe, të cilat veç kanë filluar një operacion që të shkojnë në malet të Duboçakut të popullata civile. Aty ka Hasim Halilaj, është bërë një luftë e madhe mes njësitë tonë dhe forcat serbe, është tërhek një ushtar për aty dhe na ka njoftuar me qendrën ku kemi qenë butaja, ka urdhëruar Shkelzeni që të shkojmë një pjesë shumë e madhe ushtarëve. Jemi nisë për butajave, kemi ardhur drejtim Maznikut për në vendin ku ka ra Hasim Halilaj. Gjatë udhëtimit, një pjesë ushtarëve është vendosur në propozicione. Një pjesë tjetër, cilët kemi qenë në shoqërim të komandantit Shkelzen Haradinaj, kemi ardhur në këtë vend. Ky vend quhet Kryqi i Maznikut. Ky ka qenë vendi ku Shkelzeni ka urdhëruar që të ndahen në 3 grupe. Grupi i parë, në krye me Brahim Selmanin, Zhej Hamzën, Naim Qerimaj dhe Adem Islamaj, ka vazhduar një rrugë afër 500 metra prej këtuhit, ndërsa unë edhe Brahim Baramaj jemi vendosur në një pozicion këtu, këtë pozicionin dikon 20-30 metra për këtuj. Grupi cilën e ka udhëhequr komandanti Shkelzen Haradinaj ka qenë Fatmir Nemonaj, Luan Nemonaj, Luan Qerimaj, Burim Mustafaj, Shpend Malaj dhe Florim Mustafaj. Gjatë udhëtimit për në vendin ku ka qenë i vram Hasim Halilaj, kanë hasur forcat serbe, ku është një luftë shumë e madhe në mes forcave tona dhe forcave serbe. Përforcimi tjetër ka qenë Daut Haradinaj. Unë kam bajt këtë lufte, ndërsa Dauti ka qenë me sa më kujtohet në krahun e djathtë pozicioneve që kishte Shkelzeni. Luftimet janë zhvilluar në Ledin, domethënë shumë hapur, shumë drejt për drejt. Disa herë kam komunikuar me radiolidhje me Shkelzenin, ai ka qenë shumë i bindur se ju shkon lufta mirë, veç ka thonë tha çoni tha përforcime, tha se ka tha shumë punë. Edhe vetë kam pa trupat forcave armike, të forcave serbe të shtrim, vdekun. Ndërsa aty lufta është bërë shumë nga afërsia, edhe është luftuar dhe marrë ftofta, edhe me thikë. Ta zëm një bashkëluftari joni kishte edhe plagë thike. Aty në momentin
e luftime është vrarë Shkëlqen Haradinaj dhe Fatmir Limoni, ndërsa është plagosur rënë Luan Limoni, i cili një ditë më vonë ka vdekë. Më ka njoftu Dauti me radiolidhje, tha mashkulli tha na shkoj. Për Shkëlqenin ishte lajmi, tha shkoj, tha kemi edhe tjerë të vramë. Kur kemi ardhur këtu në Kesbjesën e kundër këtu, komandant Daut Haradini, generali na ka thonë që kemi nisë një pjesë, ishte një ligësi për neve dhe ishte një ramje e fortë për UÇK-n, jo vetëm për UÇK-n e Dugagjinit, por për Kosovën. Dhe na ka thonë në atë moment s'du zhurmë me s'du fjalë. Dhe na ka bërtit gjithë pjesëtarët që ishin para këtu dhe ka thonë ju ka piskat ta kapin Fatmir Nimonin. Fatmir Nimonin e kanë marrë një pjesë shokëve dhe Shkëlqenin e ka marrë Dauti vetëm. Dhe dy pjesëtarë, unë e Shpend Molla, kemi dalë në krajin e kundër kur forcat serbe tentojshin të vinë të marrin disa kufoma të cilat ishin këtu. Në një pjesëgaver që du po, dhe kemi hapë zjarr ndaj tyre dhe ata me çdo kush kanë nxitur të vinë të marrin forcat e veta serbe. Po fal forcës së UÇK-s, me ato kuptuam dhe morëm komandantin Shkëlqen Haradinin. Kam bri në vendin e ngjarjes, po në vendin ku ka qenë edhe trupi i Shkëlqenit, edhe trupi i Fatmirit. Në atë vend kur kemi mri, veç bashkëluftar, me cilë ishte Dauti, po i tërheqshin trupat e Shkëlqenit edhe të Fatmirit me një krye traktorë, me një traktor kështu ka qenë pas tërheqjes trupit Shkëlqenit edhe të Fatmirit. Ne kishim lënë një njësi për me u pozicionu, pra me u rivendos, edhe e kemi organizu vijen e vëzhgimit edhe vijen mbrojtëse, edhe kemi fillu me njëherë me hapjen e istikameve. Një njësi që ka bë vërimin, njëjtën kohë e kemi pranu edhe trupin, po të tërheku nga vija e luftës të Luanit, i cili ishte i Luan Limona, këta ishin edhe kushëre, i cili ishte plaguar në shtëpinë. Ai kishte vetëm një plumb në shtëpinë shumë afër borshit kurrizor, por nuk e kishte dalën. Edhe më kujtohet se mjeku i ynë atëherë, Ali Berisha, pasi që e ka pa u shqetësu shumë. Edhe aty e mora vesh se kjo plagë do t'jetë me pasoja për Luanin. Edhe atëherë e kom pyeti, kom thënë, çka do të bëjmë doktor me Luanin, se ne kishim edhe shumë plagum tjerë që i kishim strehum ka. Tha Luani, tha këtu tha nuk ka, tha shpëtim, tha nuk ka shërim, tha vetëm ja mundësi, tha është me mujt tha me transferu, tha dikun, tha ku mundet në kushte klinikës, domethënë kushte spitalore me u trajtu. Edhe ata gjatë transportimit të tij kanë hasur në bord madhe, domethënë tek maja e Strelçit të Stanishat janë alt, edhe atje ka vdek Luani. Në këtë pjesë të maleve të Maznikut, komandanti i zonës operative të Dugagjinit Ramush Haradinaj me ushtarët e tij arriti që të organizojë ceremoninë e varrimit për dëshmorët të rënë në luftë frontale vetëm për të parandaluar masakër të re mbi popullatën civile. Kam vendosur që t'i varrosim sa më shpejt, meqenëse se luftimet veç vazhdojshin edhe nuk e kishim sakt se si do t'ishin rrjedhat e matutjeshme të luftës. Edhe pasi që e kom vëzhgu shpejt terrenin, kam marrë në këtë rrugë, që ka qenë një rrugë mali, që është dokët edhe tash, edhe kam dhënë urdhën që t'hapet një kanal i gjatë. Edhe pasi që e kem hapë një llagam të këtil, unë e kam tërheq Shkëlqenin parin, edhe e kam shtrim. Kujtohet një ushtar, e ka hek qeben e vetë që e kishte, dvetën vesh një, për me fjet në ta, me ja qitë për mi, për mos me ja qitë dheun, ftyrës edhe trupit, e unë ja kom nalë qeben, ja kom dhonë, po ja kom tërhek vinjakun, do vonë ushtarak që fare e kishte, ja kom qu ma nalt, ja kom lu ftyrën me te, edhe kemi fillu mbulimin e Shkëlqenit mas pari, pastaj të Fatmirit, me pastaj kemi gjetur trupin e Hasimit në vend betejë, e cili është varros më njëherë aty matutje. Kemi fillu maskimin e varreve, duke marrë dushk nga këtë kjo pjesë, edhe duke e hedhë përmi, edhe duke e shkel dushkin edhe varrin, që mos të shifen. Pasi që kem dalë, ju kem bashku ushtarve, natyrshëm shumë ushtarë kanë qenë shumë prekun. Ka qenë një luftar i ri, një djalë i ri që Shkëlqenin e dojke shumë. Edhe ai kur qajti, domethënë në nxuna të qajt për Shkëlqenin, edhe i thash, a e ke desh shumë po? Thash e ti e roje në vend ti. Thash edhe kush ka tjetër, thash ka me kon roje, edhe nuk ka me kajt, po do të vazhdoj me punu, po do të vazhdoj luftën. Edhe kemi ra një pjesë ma poshtu, e kam rreshtu krejt ushtar që jemi bashku pas betejës, që kishin bet gjallë, edhe kemi shti nalë në ndërim tynë edhe kem vazhdu me luftë.
Momenti më i zashëm për neve ka qenë pikërisht data 16 në orët e pasdites, vrasja e Shkëlzenit dhe bashkëluftëtarëve, ka qenë e dhëmshme. Mirë po vendimi ka qenë i prem, lufta duhet me vazhdu. Fatbarësia është se komandanti i zonës, Ramush Haradinaj, ka marrë një qëndrim, po emocione, normalisht me dhimbje, se ka hup një vëlla të mirë. Mirë po qëndrimi ka qenë, duhet me vazhdu luftën. Nësë jenë vrat dytë, apo mu pa vrat gjithë, si në konë luftë gjithë, e fort, muj më konë, se për vend vetë kanë luftuar. Në malet e Maznikut, trupat e Shkëlzen Haradinajt, Fatmir Nimanajt e Hasim Halilajt, si dhe ai Iluan Islam Nimanajt, në Bjeshke dhe Strelësit, pushuan deri më 24 gusht të vitit 1999, kur bashkë me dëshmorët e tjerë të rrafshit të Dugagjinit, u rivarrosën me ndërimet larta ushtarake në Glogjanin e Lirë. Aty pranë varrezave të dëshmorëve dhe kombit në Glogjan është ngritur edhe kulla shqiptare, e cila simbolizon qëndresën e madhe të luftëtarëve të lirisë në rrafshin e Dugagjinit. Ata, si kur bëjnë roje dhe jashtojnë bukurin kullës dugagjinase. Pas luftës, shtabi i përgjithshëm i ushtërisë lirimtare të Kosovës për merita të jashtëzakonshme në luftë, ja dha gradën general kolonel. Me emrin e komandant Shkëlzen Haradinat janë pagëzuar shumë institucione e sheshe. Bashkëluftëtarët e tij që veprojnë në gardën e zonës së tretë të trupave të mbrojtjes së Kosovës në Pej, mbajnë me krenari uniformat me figurën dhe emrin e Shkëlzenit. Ndërsa në sheshin kryesor të qytetit Pejës është ngritur busti i dëshmorit Shkëlzen Haradinaj, i cili rikujton sakrificën e madhe të ushtërisë së çlirimtare të Kosovës që qytetarët e Pejës, të rrafshit të Dugagjinit e të mbarë Kosovës të jetojnë të lirë. Edhe Luani i vogël, i cili u pagëzua me emrin e Luanit të madh të ushtërisë lirimtare të Kosovës, që ra në kufi për Kosovën e lirë, nuk e harron heroizmin e babait Shkëlzenit dhe të bashkëluftëtarëve të tij në luftë për liri. Në Glogjan edhe kushtrimi bëjnë për Shkëlzen Haradinaj, me vazhllon e ti, Leonin edhe njëtën për vatonin.